dhe qendra e shërbimeve arsimore u bë si nëndetësja 105, ndërkohë që gjithë ky proces u kthye si filmi ballë për ballë. Dhe megjithëse unë mora anën e armikut, na u desh një kohë gjatë që më në fund ta mundsonim pushtimin amerikan të bazës heroike të shërbimeve arsimore të Republikës së Shqipërisë. Pati viktima, sepse ishte pamundur të bëjë ndryshe dhe natyrisht u desh dhe siç u prezantua këtu me drejt një personalitet politik si Mirela Kumbar, që ta çonte në fund të punë. Sot jam shumë falenderues fondit, jam shumë falenderues shokut Martin, jam shumë falenderues edhe kolonizatorit që ka ardhur nga Britania e Madhe për të bërë prezantimin e gjithë skemës absorbimit edhe të asimilimit të qendrës shqiptare të shërbimeve dhe shpreh kënaqësinë time për këtë kala tjetër që ra dhe ju dorëzua ekselencës, ashtu si të gjitha kalat që kemi marrë ca nga jashtë e ca nga brenda për t'ia dorëzuar ekselencës që gjithmonë fondi ka sjell dhe është përpjekur të sjell në vazhdimsi në Republikën e Shqipërisë. Nuk mund të do të pakujtuar këtu edhe luftën për Kalan e Butrintit, ca unë me qeverinë që e minuam Kalan nga brenda, ca luftanijet e fondit dhe avionët bombardues dhe edhe Butrinti u mor nga amerikanët, edhe sot është në një proces të jashtëzakonshëm transformimi në funksion të ekselencës që i takon në menaxhim edhe që i takon edhe në rrjetin e madh global të monumenteve të trashëgimisë kulturore. Nuk dua të zgjatëm më tutje, por dua të them që me shumë kënaqësi sot do vazhdojmë ditën me disa plane të tjera djallëzore, marrjesh në zotrim nga amerikanët vlerave, aseteve, qendrave heroike të Shqipërisë. Dhe gjëja më e rëndësishme është që nga gjithë këto operacione armiqësore do fitojnë dhe do përfitojnë fëmijët, të rinjt, nxënësit, studentët, prindrit, sepse edhe ky proces tani më do të jetë proces i drejtë, transparent, i barabartë, i pandikueshëm nga askush, dhe siç u tha këtu, besoj që për gjithë ata që logjikojnë një metodë dhe një standard i cili ka bërë ndryshimin cilësor në arsimin e lartë të Singaporit, hyn sot në Shqipëri dhe krijon premisat për një perspektivë shumë herë më të mirë se ajo që kishte deri para se të fillonte sot dita, arsimi i lartë dhe arsimi në tërësi në Shqipëri. Kështu që respekt edhe shumë faleminderit të gjithë atyre që e mundsuan këtë rezultat. Rezultati më i vështirë për të arritur paradoksalisht në të gjitha përpjekjet tona me fondin shqiptar amerikan të
zhvillimit, por që më në fund, si gjithmonë, ja dolëm. as usual, Dhe ka dhe një gjë tjetër që nuk mund të ri pa e përmendur, to mention që sido qoftë në fund të çdo betejë, i vetmi që only humbet mas, flokësh edhe pigment hair and jam unë, ndërkohë që Martini dhe Michaeli janë siç i kam njohur. as I knew them all. Aleksandri unë nuk e fus në ekuacion se ai ka lindur me flokë të bardha. Shumë faleminderit.